Në muaj të ngratë, pickimet nga rriçrat bën më të shpeshta dhe mund paraqesin rrezik për bartjen e infeksioneve. Specialistët e mjekësisë familjare në urgjencën e Gjakovës theksojnë se kujdesi duhet të jetë maksimal. Rriçnat, siç e dimë, zakonisht fillojnë në kohët e nxehta, me fillimin e stinës pranverës dhe verës. Janë të rrezikshëm vetëm ata kur bartin virusin, përndryshe në përgjithësi nuk janë të rrezikshëm. Regioni i Gjakovës nuk njihet si region endemik, nuk kemi pas ndonjë rast me jethe hemorragjike. Doktori apelon që pacientët e pickuar të mos tentojnë të heqin vetë rriçrat, por të paraqiten menjëherë për trajtim mjekësor. Pacientat që janë të pickum duhet mu paraqit tek ne, jo me tentu vetë me rriçnin, dhe simptomet janë zakonisht me temperaturë, dhimbje të muskujve, nyjeve, plagështi, dhe në shkallat më të rënda ku fillojnë gjakderdhjet. Ndërkaq, rastin e parë për këtë vit e kemi regjistruar më 16 maj, tha mesdjerash doktori Halilaj. Zakonisht kemi në rrethinin e Gjakovës kemi të shënuar këtu. Rastin e parë kemi paraqitur me datën 16, rasti i fundit është sot. Me datën 16 ka qenë Palabardh, kurse sot vjen prej fshatit Skivian. Mjekët rekomandojnë mbrojtje personale gjatë qëndrimit në natyrë si dhe veshje të përshtatshme për të shmangur kontaktin me rriçra si masa parandaluese.